Në gjykatën e apelit posaçëm ka nisur procesi ndaj Melinda Kërçanaj, drejtoresha e Akshit dhe zëvendëses së saj Hava Delibashi, të cilat kanë ankimuar masat e arrestit shtëpiak të vendosura nga shkalla e parë. Po ashtu ankimin e ka paraqitur zëvendës drejtori i policisë Tiranë Erion Ismaili, aktualisht nën masën e pezullimit, si edhe 3 biznesmen, Andis Papa, Gzim Hoxha dhe Roger Sryta, në detyrim paraqitje. SPAK heton 12 procedura tenderuese të paracaktuara, duke përfshirë tender të mëdhenj për mirëmbajtjen e serverëve shtetëror, ndërsa 2 biznesmen të tjerë, Ergy Sagasi dhe Ermal Beqiri, janë ende në kërkim. Një nga episodet e hetuara lidhet edhe me Geron Meçen. Policia ka zbardhur atentatin në Ril të Lezhës, ku u plagos 30 vjeçari Sokol Daci, pronari Berberhanës. Sulmi ndodhi brenda objektit, ndërsa autorët mbërritën me 2 makina dhe qelluan me armëzjarri. Policia ka identifikuar 4 shtetas dhe I ka shpallur në kërkim për vrasje me dashje, mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje të armëve. Po ashtu është ndaluar polici Besart Kovaçi, I dyshuar për shpërdorim detyre, I cili ka qelluar me armën e shërbimit duke lëshuar 10 plumba gjatë atentatit. Shënjestra kryesore dyshohet këtë qenë 21 vjeçari Merando Nikulaj, I cili u largua menjëherë pas të shtënave. Sokol Daci ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia vijon hetimet për kapjen e autorëve dhe dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes së rëndë. Në gjykatën e posaçme, Henrik Hoxha I penduar I drejtësisë ka dhënë një dëshmi të detajuar dhe të pasur me informacion për atentatet që ka kryer në bashkëpunim me Nureddin Dumanin dhe persona të tjerë të botës së krimit. Ai tregoi se ishte rekrutuar nga Dumani për vrasje me pagesë, duke marrë porosi nga krymi dhe persona të tjerë, dhe se kishte marrë pjesë në ekzekutimin e Dorian Shkozës dhe vëllezërve Haxhia. Hoxha I përshkroi mënyrën e organizimit të atentatit në Durrës, ku u përdor një makinë zezë dhe disa armëzjarje. Shoferi ishte Elio Bitri, ndërsa I vetë mbante 2 armë. Sipas dëshmisë, ata ndoqën shënjestrën në trotuar, hapën zjarr dhe goditën Dorian Shkozën dhe 3 persona të tjerë. Njëri mbeti I vrarë në vend, ndërsa Doriani u rrëzua dhe u qellua edhe më tej. Pas ngjarjes, Hoxha I mori 35.000 euro, ndërsa pjesa tjetër e pagesës u nda mes tij dhe Elio Bitrit. Armët u lanë në automjet, ndërsa kapuçët u hodhën në vorë. Dëshmia përfshinte edhe atentatin ndaj Besmir Haxhis. Hoxha I rrëfeu se planifikimi I ngjarjes përfshinte përdorimin e 3 kalashnikovëve dhe një armë të shkurtër, uniforma të ngjashme me ato të OFL-s dikur dhe maska silikoni. Fillimisht ishte menduar të kryejë atentatin në një lokal bastesh, por Hoxha I kundërshtoi për shkak të rrezikut për personat pafajshëm. Ata ndoqën automjetin e shënjestrës në Shënavlazh dhe kur mjeti u bllokua në trafik, hapën zjarr nga një rrugë dytësore. Hoxha I shtoi se për ekzekutimin kishte qëndruar 2 ditë në banesën e Dumanit, u siguruan armët dhe u koordinuan rolet. Ai deklaroi se për këtë atentat kishte marrë pagesën, por nuk kishte pasur komunikim të drejtë për drejtë me krymin. Pas arrestimit të shoferit Klevis Alla, Hoxha I mësoi se pas ngjarjes qëndronin Altin Doci dhe Talo Çela, një informacion që e habiti. Gjykata e Fierit ka dënuar me 25 vite burg Lert Hasallën, I akuzuar si porositës I vrasjes së mbetur në tentativë ndaj Marius Hasallës në Lushnjë. Ngjarja ndodhi në vitin 2023, ndërsa Hasalla ndodhej në masën e sigurisë arrest shtëpie. Sipas hetimeve, 34 vjeçari I kishte paguar Mariglen Matjanin, tashmë I dënuar për të kryer atentatin. Matjani qelloi me armëzjarri deri te një automjeti, por shënjestra mbeti gjallë. Nga të shtënat u plagos një grua që udhëtonte në të njëjtën makinë. Autoritetet bëjnë me dije se konflikti mes familjarëve Hasalla lidhet me një mosmarrëveshje për pronësinë e një toke prej 2 hektarësh që prej vitesh ka sjellë përplasje dhe viktima. Vendimi I gjykatës është ekzekutuar nga policia e Fierit. Një detektive private është proceduar nga policia dhe prokuroria e Korçës për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ajo kishte shkuar në banesën e një personi në kërkim për vrasje, Erion Lapushi, me qëllim të heqjes së një pajisje përgjimi të vendosur nga policia kriminale. Lapushi I dënuar me 17 vite burg për vrasjen e një kamarieri në Elbasan, ishte objekt I veprimeve hetimore për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Pas vendosjes së pajisjes nga policia, familjarët angazhuan detektiven private për të kontrolluar banesën. Pas marrjes në pyetje, ajo u procedua penalisht dhe materialet janë kaluar prokurorisë së Korçës për ndjekje të mëtejshme. 27 vjeçari shqiptar Xhulian Përdoda është arrestuar në Maltë pas disa vitesh në Arrati. Ai ishte dënuar në mungesë me 18 vite burg për vrasjen e përgjakshme të ndodhur në Bruksel, me 11 gusht të vitit 2016. Sipas mediave belge, Përdoda vrau me thik 35 vjeçarin Abdelaziz Bouhali pas një sherrri në lokalin Coffee and Tavern 54 në lagjen Alhambra. Viktima mori mbi 20 goditje me thik. Autori u identifikua disa ditë pas ngjarjes dhe u shpall në kërkim ndërkombëtar. Për të njëjtën ngjarje është dënuar edhe shqiptari Robert Froku, I cili u ekstradua drejt Belgjikës dhe u shpall fajtor si autor kryesor. Hetimet zbuluan se shkak I vrasjes ishte konflikti për kontrollin e tregut të kokainës. Arrestimi I Përdodës I hap rrugë ekstradimit të tij drejt Belgjikës. Një 57 vjeçar nga Kosova I njohur si Shehu është dënuar në Zvicër me 3 vite gjysmë burg dhe 3 vjet ndalim hyrjeje.
për një skemë mashtrimi financiar që shkaktoi dëm prej 1.5 milion frangash. Ai pretendonte se udhëhiqte 8.000 besimtarë dervish dhe përfshinte familjen e tij në aktivitetet kriminale. Hetimet zbuluan një rrjet kompanish fiktive dhe mashtrime me kredi emergjence të Covid-19, ndërsa familja jetonte në mënyrë luksoze me rreth 120 makina, përfshirë Porsche, Mercedes dhe shpenzime të mëdha për targa speciale. Gjykata vendosi dënime të ndryshme për anëtarët e familjes, duke vlerësuar strukturën patriarkale të saj. Shehu kërkoi falje duke pranuar se përdori familjarët si mbulesë për aktivitetet e tij, ndërsa gjykata theksoi se dënimet e mëparshme nuk kishin ndryshuar sjelljen e tij. Në Bruksel vijon gjyqi ndaj Franz Çopjas, Mikael Qosjas dhe 7 të pandeurve të tjerë, të akuzuar për vrasjen e Ardit Spahut më 27 nëntor 2020. Avokatët thanë se nuk gjykohen kriminalë të zakonshëm, por ushtarë të një lufte private duke lidhur ngjarjen me konfliktet mes klaneve Alibej, Çopja dhe Qosja në Shqipëri gjatë viteve 2017-2018. Pala civile kërkoi shpalljen fajtore të Çopjas dhe Qosjas si mendjet organizatore të vrasjes, ndërsa roli i Elton Rocit u përshkrua si tradhtia e një miku që mundsoi ekzekutimin. Franz Çopja u cilësua si motori i vrasjes dhe arkitekti i planit, ndërsa Mikael Qosja mbikëqyrte menaxhimin e informatorëve dhe operacionin në terren. Në burgun e Fierit, gjatë ushtrimit të kontrollit fizik në ambientet e dhomës së kontrollit, punojësit e sigurisë kanë konstatuar se vizitori që ishte paraqitur për të takuar një të dënuar, mbante të fshehur në pjesët intime një sasi të dyshuar lënde narkotike. Nga verifikimet rezultoi se personi në fjalë ishte paraqitur për të zhvilluar një takim me një të dënuar të sigurisë së zakonshme. Menjëherë pas konstatimit u kryen veprimet procedurale dhe ky person u ndalua dhe ju vun prangat. Në ambientet ku ndodhet i dënuari që priste takimin, u ushtrua një kontroll i plot për sendet të ndaluara në kuadër të masave të sigurisë dhe verifikimeve procedurale, ndërkohë çështja i ka kaluar prokurorisë. Pamjet shokuese të grabitjes së një argjendarie në mes të ditës në Londër kanë bërë xhiron e botës, duke rikthyer frikën nga vala e grabitjeve të dhunshme që po godasin kryeqytetin britanik. Sipas ekspertëve të sigurisë, këto sulme kryhen shpesh nga bandat huaja, kryesisht shqiptare ose rumune, që veprojnë shpejt dhe largohen po aq shpejt. Megjithatë, ekziston një zonë ku grabitësit nuk guxojnë të shkelin, lagja e famshme e diamanteve, Hatton Garden. Rrugicat e saj duken të qeta, por sipas informacioneve, siguria nuk vjen nga policia, por nga frika. Për dekada me radhë, kjo lagje thuhet se ka qenë nën kontrollin e familjes famkeqe kriminale Adams, e njohur si sindikata e Clerkenwell. Me Terry Adams, të quajtur kumbari britanik, familja ka ushtruar ndikim të fortë në tregtinë e bijuterive, pastrimin e parave dhe trafikun e drogës. Edhe pse sot fuqia e tyre konsiderohet në rënje, vetëm emri Adams vazhdon të mjaftoj për të mbajtur larg grabitësit. Burime për Daily Mail thonë se bandat e huaja godasin zona të tjera të Londrës, ndërsa Hatton Garden mbetet territori paprekshëm. Një shtetas nga Maqedonia e Veriut është arrestuar në flagrancë në dalje të Republikës së Shqipërisë, pasi kundërshtoi urdhrin e punonjësve të policisë dhe tentoi të largohej me automjet duke vënë në rrezik jetën e efektivëve. Bëhet fjalë për një 42 vjeçar banues në Maqedoninë e Veriut, i cili është paraqitur për të dalë nga territori shqiptar. Gjatë kontrollit kufitar, autoritetet i kanë kërkuar që ai dhe automjeti i tij të kalonin në vijën e dytë për një kontroll të imtësishëm. Sipas policisë, 42 vjeçari ka kundërshtuar urdhrin dhe ka tentuar të largohej me shpejtësi, duke rrezikuar seriozisht jetën e punonjësve të rendit. Pas neutralizimit dhe veprimeve hetimore, ai është arrestuar në flagrancë për veprat penale kundër shtimit punonjësit të rendit publik dhe kalimi paligjshëm i kufirit. Automjeti me të cilin lëvizte është sekuestruar. Zyrat e platformës sociale X në Francë po bastisen nga prokurori i Parisit me mbështetje të Europol në kuadër të një hetimi të krimit kibernetik. Kontrolli lidhet me ankesa ndaj algoritmit të X dhe përmbajtjes që ai rekomandonte, hetimi hapur që nga janari 2025-s. Si pjesë e hetimit, Elon Musk dhe ish drejtoresha ekzekutive Linda Yaccarino janë thirrur të paraqiten në seancat dëgjimore në prill. Hetimi u zgjerua në korrik 2025 për deepfake, me përmbajtje seksuale dhe materiale mohuese të Holokaustit. Zyra e prokurorit thekson se operacioni synon të sigurojë respektimin e ligjeve franceze, ndërsa X e ka cilësuar hetimin si të motivuar politikisht dhe sulm ndaj lirisë së fjalës.